data 28 nëntorit. Pra ishte 2007, një ide që do të dilte mirë, do të ishte... Kujtohet u pa të bo dram puna e datës së pavarësisë, po shkojmë të qaj moment, data. Kur e pa të marrë vesh ju datën, se kretë të ishin jo ti din datën, jo fillon fisteku e din datën, ju zët një se i diju, a ju kujtohet data? Po mendoj se ka qenë një kurreshje interesante njerëzve, për të mirë flas, gazetarëve, njerëzve në publik, do të thotë qytetarëve, se kur do t'jetë, me që në një formë apo në formë tjetër, dije që është përmbyll procesi i bisedimeve. Aja që është e veçantë është pjesa e prognozave që i peshin, dhe mund të them se shumë nga prognozat gati edhe kanë qenë përputhshme me momentin ku ne do të marrim vendimin për thirrjen e seancës solemne. Por janë paraprakisht edhe disa gjëra interesante që ndonjëherë i kam thënë në publik. Ishte një tip presioni nga njerëz saktuar edhe nga njerëz nga subjekte politike, madje ka pas edhe anëtar të ekipit Unitetit që kanë dashur ta zam që tjetë e përputhshme me historinë e lavdishme të shqiptarëve të kohëve më atëhershme, data 28 nëntorit. Pra ishte 2007, një ide që do të dilte mirë, do të ishte një diçka që do të asocionte në vërtet ngjarje të mëdha dhe interesante dhe e di një moment shumë interesant ka qenë në ciklin e vizitave që ne i kemi pas si ekipi e Unitetit në disa nga qendrat e rëndësishme të 500 evropian, 400, fakt, apo ajo pjesë e Kvintit. Dhe në këtë rast ishim në Mbretërinë e Bashkuar dhe kishim një takim post tjerash, pas takimit që kisha me Gordon Brownin, për shembull, me Milibandin dhe të tjerët, kishim edhe një takim me Pedi Ashdown. Ka qenë një dashamirës i veçantë i Kosovës, antari i Parlamentit Britanik, udhëheqësi i Partisë Liberale dhe të tjera. Dhe aty u propozua edhe një herë si ide, si tip presione që të mundsohet dhe të jetë për në idenë tonë e përputhshme 28 nëntorit. Ai nuk ishte kundër 28 nëntorit. Ishte në diçka tjetër me një përgjigje interesante që dha në gjuhën kroate, po them serbe, mbase e them kroato-serbe apo serbo-kroate. Në një fjalë që ato s'du t'i them të rast se janë pak kalojnë prej asaj pjesës së rregullës, por një farë mënyrë le të keni që të luftoni me ushtrit huaj. Po e them kësaj sepse nuk ishte kështu, po llakoj ishte një shprehje interesante dhe kjo ishte një mbyllje e kësaj teme në një formë caktuar sepse nuk ishte moment. Ne kemi ulumtuar shumë. Kemi ulumtuar cila do të jetë koha sepse pas përfundimit të punës me 120 ditë me ndërmjetësues që ishin nga Bashkimi Evropian, që ishte zoti Ishinger, me Frank Viznerin dhe ishte Aralchenko, ndërmjetësues dhe nuk dijej prej fillimit se nuk do të ketë kurrë. Tash ishin momentet se derisa dhe cili do të jetë momenti më i arsyeshëm në kuptimin strategjik që të gjendemi. Qysh vendoset për 17-shën edhe Dillën? Pse zgjedhën pas Dillën? Shiko, tash ne kemi pas një takim nga të parafundit, ka qenë një takim tepër i rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mes tjerash kemi takuar edhe sekretarin apo këshilltarin për sigurinë nacionale, Stephen Edley. Dhe kemi pas një bisedë jashtëzakonisht përmbajtësore, do të them se ka prek në të gjitha pikat strategjike më të nevojshme. Dhe është biseduar të azam se si gjendet ai moment kur do të kemi reagime të përmenjëhershme oficiale. Qoftë zyrtarëve në Kosovë, qoftë vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit që kanë permanencën e tyre, qoftë në ndonjë vend tjetër, dhe të gjendet një moment kur ngjarjet të cilat do të jenë në një farë mënyrë ngjarje në heshtje, duke pasur parasysh sepse e dishëm se ne do të duhet të presim edhe zgjedhjet e dy shkurtit. Në heshtje, me ju kujtu, madje edhe moti ka qenë -10. A jeni mundu edhe në ditën më të ftohtë që mos me pas reagime nxehta? Nuk ka qenë, reagime mund të jetë, ashtu ke drejt në kuptimin e figurës. Ka qenë ftohtë. Mirë, po ishte një dile pauzës. Ishte një dile në cilën do të mbledheshin, them, gjithë ata që janë të informuar mirë dhe që ishin të angazhuar që të veprojnë. Dhe pikërisht është zgjedhur në këtë moment. Pra është zgjedhur kur pjesë të reagimeve kanë qenë të mangëta. E di se zoti Ryker ka pa humb ato ditë, nuk e kemi pasur në Prishtinë. Dhe e çmoj një njeri që vërtet ka qenë tepër i angazhuar për proceset. Dhe di se ka qenë pastaj një iniciative më vonshme e Federatës Ruse që të bëhet një alarm i veçantë në Këshillin e Sigurimit. Por desha të them zgjedhjet e dy shkurtit në Serbi, ne është dashur t'i presim. Sepse në një formë apo formë tjetër ishte lutje, kërkesë Tadićit, sa di unë,
nga ato takimet e mahershme, takimi i Badenit që ka qenë i fundit dhe tepër i rëndësishëm në pjesën e komunikimeve, që këto zgjedhjet mos jenë si një casus belli, apo mos jenë si një mos aspekt apo qasje gjeneroze e jonja, që të presim edhe ato zgjedhje të shterrat edhe një mundësi e obstruksioneve serbe.